Kur kemi gjërmuar, kemi gjetur se vëllai besnik Bislimit, Florin Bislimi, punon për kompaninë e sigurimeve Kosova e Re. Leket punë poshtë në zotë sot ashtë, tonë. Faleminderit shumë. Po, që vërësit shumë që... A njeni familjen Maloku, zot Bislimi? Ministri Faton Pesi në intervistë për emisionin ton ka përmendur interesimin që zëvendës kryeministri Besnik Bislimi e kishte për funksionalizimin e kësaj fabrike. Sipas tij, Bislimi e kishte thirrur 2 takime për këtë çështje. Kur kemi gjërmuar, kemi gjetur se vëllai Besnik Bislimit, Florin Bislimi, punon për kompaninë e sigurimeve Kosova e Re. Kjo kompani ishte në pronësi të familjes Maloku, e cila tani zotron 40% të aksioneve të kompanisë që e fitoi kontratën që sjell qarkullim milionësh. Naser Maloku nuk është përgjigjur as në email e as në telefon për të sqaruar rolin e vëllait të zëvendës kryeministrit Bislimi në biznesin që familja e tij e ka zotruar. Për ta sqaruar këtë situatë, e kam telefonuar Florin Bislimin, i cili vazhdon të punojë në këtë kompani. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo psedoj me zotin Florin Bislimi? Po. Zoti Bislimi, jam valën fona për thirrje prej kallzo.com. Po. Zoti Bislimi, a punoni ju te Kosova e Re? Po. Ju jeni vllai i Besnik Bislimit, apo? Po, për çfarë po intereson? Deshta me të pyet, është një kompani që e ka fituar një kontratë për mbetjet shtazore, deshta më pyet a keni qenë ndjeni. Çfarë kontrate se shpërë çfarë? Naser Maloku, djali i Tahirit, kompanisë ku ju punoni, e ka fituar një kontratë për mbetjet shtazore në Drenas. Po, çfarë ka lidhje me mua? Unë thash t'ju pyes, a keni qenë ju ndjeni? Jo, në seri na i ka hup neve punën, vëllai na i ka mshël kompaninë këtu e ka çuar likuidim. Kompaninë e babait vet. Kompaninë e babait vet, apo? Po, e kanë ase kjo në likuidim është. E që sa ku punoni në Kosova e Re? Për 2008-s. Çfarë raporte keni zoti Bislimi me Naserin edhe me Tahirin? Ku çfarë raporte? Ju punoni te ta, apo? S'punojnë be ata në likuidim janë, ata e kanë blej kompaninë, para e kanë blej dhe e qunë e mqelin. Do në qaq. E qartë, po ju aktualisht punoni te ta. Po, në likuidim është kjo i bëhen qendrore. E kështu me familjen Maloku, çfarë raporte keni? Si njihni? Kemi njëri, apo merr vesh. Lidhje heq, ata i thonë në mënyrë, as i du i papë dhe mua. Pse? Ne kanë mshirë kompani. Ja u kanë Kanë mshirë kompani në një që për bukën e gojës, e kanë asë e kanë... Jo, a keni dëgju për fabriken... Mos më nashtë s'ka kur fal lidhje me ato heqa, unë po ta hekja ato, heq kur fal lidhje, s'ka heq bash, a më bash heq. A mundesh me na dhoni intervistë ku bashkëbisedojmë për këtë çështje zoti Bislimi? S'ka nevojë që s'ka kur fal lidhje, ai të kuptu se s'ka kur unë s'pedi çapo asnjë. Zoti Bislimi, zëvendës kryeministri ka kërku zotet Faton Peci 2 herë në zyre me funksionalizu fabriken. Po? Fabrika është dhënë. Çka ka lidhje kjo me mua, s'po të kuptoj ty. Po, ju jeni të punu te familja Maloku, apo jo? Po çfarë familje, po çfarë ti këta na kanë mbyll kompaninë ta ju rrejnë asi personat që kena punu këtu. Po çish ju rrejnë edhe punoni te ta, zoti Bislimi, s'e kuptoj. Po më vesh, tash Kosova e ka marrë banka qendrore. E kanë mshirë, dhe leket punë poshtë në zotë sot ashtë, tonë. Faleminderit shumë. Po, që vërësit shumë që... Për me sqaru situatën, i kam kërkuar intervistë edhe zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. E kam telefonu fillimisht për të kërkuar intervistë, mirë po, jam refuzuar. Jam valon fona po tiri prej kallzo.com, si e? Ditën e mirë, valon. A muj me bisedu? Pasi zëvendës kryeministri nuk pranoi të përgjigjet në telefon, vendosa me tentu e me taku direkt para qeverisë. Edhe aty u refuzova. Zoti Bislimi, përshëndetje. A moj të lutem një përgjigje? Zoti Bislimi, pse keni ftu Faton Pecin 2 herë në zyre për fabrik? A mundesh më dhon përgjigje? A njeni familjen Maloku, zoti Bislimi? Krejt në fund, u ktheva tek metoda e-mailit dhe dërgova një email tek qeveria për të sqaruar rolin e zotit Bislimi në këtë ngjarje. Kjo është përgjigjja.
Zyra zëvendës kryeministrit e as vetë zëvendës kryeministri parë nuk ka detyrë apo obligim të kërkojë informacion e as është interesuar të ketë diçka të tillë për numrin e aplikantëve, pronësinë e aplikantëve, mënyrën e përcaktimit të fituesve dhe modalitetin e funksionalizimit. As e njeh pronarin fitues e as I intereson se kush është fitues. Nuk ka patur asnjë përfshirje përveç asaj që I takon si udhëheqës I procesit të integrimit evropian të Kosovës dhe monitorues I aktiviteteve përkatëse të cilat u sqaruan edhe më lart. Përgjigjja e zotit Bislimi është më e gjatë për rrjedhjen e procesit dhe atë do ta lexojmë në fund të emisionit.